Atëherë, Emily, sot do bëjmë një eksperiment shkencor. Si mund të fikim flakën e qererit me anë të dioksidit karbonit. Si fillim, marrim një shishe me pak ujë dhe i hedhim sot buke pra, për të formuar dioksidin e karbonit, në një shishe me ujë hedhim sot buke dhe limon tos. Në moment që do ta derdhim tek flaka, dioksidi i karbonit do ta fiki, pasi dioksidi i karbonit është i rëndë krahasim me ajrin dhe qëndron poshtë. Shohim që është formuar dioksidi i karbonit në pjesën e sipërme të shishes. Provojmë e derdhim mbi flak. Atëherë shohim që flaka u fik. E provojmë edhe një herë. Shiko skaj. Shohim që flaka u fik.